Gruaja në përgjithësi ka përparuar shumë, përpara kohën time, ke mujtë mi numru në gishta, për shembull sa gra kanë pas fakultet, apo sa cila gruaj ka gra veture, sa po... Tash ka ndryshime të mëdha, tash gratë janë të përfaqësume mirë. Jemi mësuar me jetoj ku lindën, me pa shumë shohrat e cilët kanë mbetur pa banor, ne shumë pak njerëz që ju kanë qëndru besnik vendlindjeve. Sot që ju tregova dhe më herët e kemi një çift i cili është shumë frymëzues për rrëfimin e vet të cilin e ka, dy persona të cilët e vazhdojnë jetën në fshatin Rogon, mirë po dhe kanë kontribuar në turizmin e kësaj pjese. Faleminderit shumë që na keni mirëprit sot në bujtinën e juaj. Mirë se keni ardhur. Mirë se ardhi për ju. Mirë se ju gjatëm, kështu na para se me ardhe pam pak fshatin, mirë po që si zakonisht kërkojmë për juve me na përshkru pak vendlindjen e juj, se qysh është sot, qysh ka qenë të kalumen, para se me dalë tek pjesa e turizmit. Fillon. Po ja lajmë fjallën zonjës të pares. Po, Rrogoqica faktikisht është vendi ku jetoj me bashortin tim. Tash 40 vite më herët, edhe pse jemi njohur që 46 vite, bashortësi kemi 44 vite, po jam e lindur një fshat afër këtu, thirrët fshati Muçiverc. Si e re, si e vogël, 4 vjeçare na ka marrë baba në Kamenic, me që ka punu në komunë dhe jemi rritë në Kamenic. Tash jetojmë këtu dhe shumë na pyesin pse s'keni shku në qytet, me që 3 fëmijë kemi në Prishtinë, 2 vajza i kemi jashtë, po ja që ne jemi adaptu këtu, na pëlqen këtu, na pëlqen qetësia, na pëlqen njerëzit, na pëlqen një fardore bashkëjetesa, komunikimi është pak më ndryshe, nuk kemi stres, nuk kemi zhurma, nuk kemi kaos, jemi mirë këtu dhe kemi derën hapur për gjithë ata që dëshirojnë të na vizitojnë. Prandaj kemi edhe shtëpinë e madhe dhe zemrën e madhe. Të dyat. Të dyat. 40 vite prej kur të ka ra ma shumë me përjetu jetën në këtë fshat. Sa e mon mend që ka ndryshu? Po fshati ka ndryshu shumë, dhe në aspektin kulturor, dhe në aspektin ekonomik, dhe natyrisht që të gjithë jemi zhvillu një fardore, se jo marrë edhe me aktivitete, e njoh fshatin, e njoh gratë e këtij fshati, e njoh sfidat e fshatit në përgjithësi. Gruaja në përgjithësi ka përparuar shumë, përpara kohën time, ke mujtë mi numru në gishta, për shembull sa gra kanë pas fakultet, apo sa cila gruaj ka gra veture, sa apo cila grua është ul në restoran me bashortin e vet me pi një kafe, kështu radhazi. Tash ka ndryshime të mëdha, tash gratë janë të përfaqësume mirë. Të pavarura. Të pavarura, po kjo ka qenë edhe censorja, është pavarësia ekonomike. Mirë po këto do të me gjithate është mirë kuptimi, bashkëpunimi, respekti. Të gjitha do të me bo bashkë.